Ja të krymë në një javë të veçantë, në javën ku sporti na bashkon të gjithëve si në një familje të madhe. Ata që luajnë përcjellin tek ne emocione të forta të shpirtit të garës. Ata që nuk luajnë, por shohin, mes ovacioneve, duartrokitjeve e thirrjeve u japin sportistëve jetë dhe forcë për të mos rreshtuar së gari. Kjo para është java olimpike, java ku sportet garojnë njëra pas tjetrës për të fituar sa më shumë popularitet e sportazhës. Shkolla jonë ndjek traditën e krijuar tashmë, traditë që i ka dhënë dhe i pasaj një emër të nderuar në bartrevën e mëgjerë. Kjo nuk është vetëm një traditë, por mbi të gjitha një kontribut i çmuar në zhvillimin e sportit të qytetit tonë të vogël, por jo pa traditë. Përcjellim së bashku himnin kombëtar të Republikës së Shqipërisë. Lojrat olimpike greqine antike dhe fëmira viteve më parë, ku sportistët mbledheshin për të garuar në emër të paqes, respektit dhe unitetit. Me kalimin e viteve, ato u kthyen në simbolin më të madh të sportit në botë, duke bashkuar popull dhe kultura të ndryshme përmes garës së ndershme dhe shpirtit olimpik. Edhe sot, fryma olimpike vazhdon të përcjell mesazhe të rëndësishme për çdo të ri, të jesh i fortë, i disiplinuar, të respektosh kundërshtarin dhe të besosh në aftësitë e tua. Motoja olimpike, më shpejt, më lart, më fort, së bashku, na kujton se suksesi arrihet me punë, përkushtim dhe bashkëpunim. Sot, edhe ne bëhemi pjesë të kësaj fryme sportive. Kjo ditë nuk është vetëm një aktivitet gare, por një festë e energjisë, talentit dhe miqësisë mes nesh. Përmes sportit mësojmë të fitojmë me modesti dhe të humbim me dinjitet. Urojmë që çdo nxënës të japë më të mirën nga vetja, të luajmë me fair play dhe të shijojmë emocionet e garës. Le ta mbushim këtë aktivitet me duartrokitje, pozitivitet dhe mbështetje për njëri tjetrin. Në krenari dhe frymë olimpike, ftoj drejtuesen e shkollës sonë, zonjën Alketa Bici, për të hapur solemnisht javën olimpike në shkollën tonë. Suksese të gjithëve! Javën olimpike në gjimnastin Sheqeguzi, tashmë një traditë e kthyer pikërisht ndër vite. Le të festojmë me energjinë, le të festojmë pikërisht me sportin, atë çka frymëzon të rinjt. Le të garojmë sot me shpirtin e respektit, le të garojmë sot me shpirtin e skuadrës, duke treguar se gjithmonë sporti na bashkon dhe na frymëzon. Kam derin sot dhe kënaqësinë të ftoj kryetarin e bashkisë, zotin Besian Ayazi, është pikërisht ai që na frymëzon, që ka mbështetur rinin në çdo aktivitet dhe pikërisht tek ai shikon, te kjo rini shikon të ardhmen e tij. Në fakt, unë nuk kam më të ardhme rinore, po shoh të ardhme rinore të qytetit. Jam shumë i gëzuar që jam sot këtu me ju. Falenderoj drejtorinë e shkollës, falenderoj stafin pedagogjik, mësimdhënës të Sheqetguzit që organizojnë aktivitete të tilla, aktivitete që i bëjnë mirë edhe shkollës, por edhe nxënësve. Java olimpike është një aktivitet që bëhet në të gjithë vendin, në të gjithë botën. Më vjen mirë që edhe në Gramsh organizohen dhe respektohen evente të tilla. Sigurisht arsimi dhe sporti ecin dhe duhet të ecin krah për krah.
sepse të dyja dhe arsimi dhe sporti kërkojnë disiplinë, kërkojnë angazhim, kërkojnë përkushtim dhe patjetër janë dy fusha që nuk kanë pika që i ndajnë, por vetëm pika që i bashkojnë. Në fakt, ne si bashki jemi përpjekur që edhe arsimin dhe sportin ta kemi në fokusin ton. Në arsim kemi investuar goxha dhe do të vazhdojmë të investojmë. Pasi kemi përmbyll shkollat e qytetit, besoj radha do të jetë e shkollës bashkuar, mesmes bashkuar të Kodovjatit, pra që edhe një shkollë fshati, po themi, apo njësi administrative të ketë kushtet në cilat ju studioni çdo ditë. Po për sportin kemi investuar në terrene sportive, jemi duke mbyllur, përfunduar ndërtimin e stadiumit të ri të qytetit. Në vitin 2027 do të bëjmë një realizimin e një projekti tjetër që do të jetë vazhdimi i kompleksit sportiv të stadiumi, ndërsa në 2028 do të bëjmë realitete dhe fushën e vjetër këtu të sportit për ta kthyer në një ambient terreni sportiv për fëmijët, pra duke kompletuar atë zinxhirin e terreneve dhe infrastrukturës sportive që i duhet fëmijëve dhe të rinjve të qytetit tonë. Shumë faleminderit edhe një herë drejtoreshës, por edhe drejtuesve të tjerë apo stafit mësimdhënës për organizimin e aktiviteteve të tilla dhe ju sugjeroj fort që të merreni me sport, sepse është kalidja e trupit dhe mendjes. Pastaj për mësimet, si t'i keni orientimet, mirë është të mësoni, por kryesorja është të shkëlqeni në jetë në mënyra të tjera, në mënyra ku ju ndjeni më mirë dhe më rehat. Gëzuar edhe një herë edhe suksese. Po dua t'i veçoj mësuesët e fiskulturës, jemi pas të dikur, edukimit fizik, Zysh Najadën, Fationin, Elisianin, Arbrin, që kanë një përkushtim shumë të madh në punën e tyre. Dhe uroj që ashtu siç Zysh Najada po fillon të ribëj edhe një herë ose ta rishkruaj edhe një herë historinë dhe suksesin e voleybollit në qytetin tonë me po themi breza të rinj, do doja shumë që edhe mësuesit e tjerë, që Fationi, Arbri dhe Elisiani të dalin me sukses me ekipet e tyre dhe të fitojmë sa më shumë trofe dhe emër në arenën kombëtare. Sukses edhe një. Për betimin e sportistëve. Ne, sportistët e kësaj shkolle, sot nuk premtojmë vetëm të luajmë, premtojmë të luftojmë për ëndrat tona, për ekipin tonë dhe për krenarinë e shkollës sonë. Betohemi se në çdo garë do të hyjmë me zemër, me forcë dhe me respekt për njëri tjetrin. Do të rrëzohemi ndoshta, por do të ngrihemi përsëri më të fortë. Do të lodhemi, por nuk do të dorëzohemi. Sepse sportisti i vërtet nuk matet vetëm nga fitoret, por nga forca për të ngritur pas çdo rënjeje, nga besimi për të vazhduar kur të tjerët ndalen, e nga zemra që vazhdon të luftojë dhe mes frikës dhe presionit. Betohemi se do ta respektojmë kundërshtarin, do të mbështesim shokun e skuadrës dhe do të luftojmë me ndershmëri e me shpirt të pastër. Ne nuk luftojmë vetëm për veten tonë, ne luftojmë për qytetin tonë, për njerëzit që jemi sportistë, jemi zëri i forcës, i disiplinës dhe i ëndrave tona. Kemi fituar, kemi humbur, jemi lodhur dhe jemi rrëzuar, por kur nuk kemi ndaluar se luftuari dhe me zemër plot emocion, krenari dhe frymë olimpike betohemi.
Go!
Lorenzo.